tani do të bëjmë një kalim tek dy selit kryesore politike, menjëherë në Partinë Socialiste me gazetaren e politikës Elia Zotka. Elia, të përshëndes, jemi në heshtje zgjedhore, mbaroi një muaj gjatë raportimesh, të cilat edhe ju i keni sjell si gazetar të politikës, i keni raportuar her pas here. Dhe ne edhe përmes transmetimeve direkte i kemi sjell në edicionet tona informative, por sot tek Partia Socialiste pra duket se nuk ka shumë lëvizje, nuk janë parë shumë nga eksponentët e kësaj force politike që të jenë në seli, por në Partinë Demokratike duket se ka lëvizje, nuk është e njëjta situatë si në Partinë Socialiste. Por se çfarë duke ndodhur në PD, është gazetarja Judith Shuaipi me ne. Juna, të përshëndes, çfarë po ndodh PD? Ka lëvizjen selinë e Partisë Demokratike, vetëm pak minuta më parë Drini është mbledhur dhe shtabi elektoral i kësaj force politike nga drejtuesi i fushatës zoti Kris Lasivita dhe ekipi që atë e shoqëron. Njëherë këtu në Selim Blu ndodhet edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, sapo u ngjitën në fakt edhe disa prej kandidatëve për deputet Partisë Demokratike në Selin Blu. Me shumë gjasa do të kenë një takim me zotin Berisha, i cili po ndjek dhe po monitorojnë gjithë shka në terren, pasi gjatë ditës sotme kemi parë disa denoncime nga disa prej drejtuesve politik të kësaj force politike për manipulim të procesit elektoral nga ana e Partisë Socialiste. E kuptojmë, ndërkohë nuk e di nëse ka pasur ndonjë pakënaqësi nga ana e kësaj force politike në këto orë të fundit, apo cila është pakënaqësia që është regjistruar së fundmi publikisht lidhur me këtë proces zgjedhor nga PD-ja? Atëherë Drini, më duhet të them se zoti Berisha në fakt ditën e sotme, edhe pse ishte heshtje zgjedhore, e ka nisur me një takim që ka pasur rreth orës 10:30 me përfaqësuesit të OSBE-Odirit, ku ka qenë i pranishëm edhe zoti Rama dhe disa prej përfaqësuesve të partive të vogla opozitare. Ka qenë përballë disa prej eurodeputetëve të cilët kanë bërë pyetje. Më pas zoti Berisha është vendosur në Selim Blu. Ka pasur dy postime nga dy prej eurodeputetëve parlamentar, të cilët i kanë bërë thirrje në rrjetin social, në rrjetet sociale të zotit Berisha e qytetarëve shqiptarë për të votuar. Ndërkohë dhe vetë zoti Berisha ka publikuar një fotoalbum nga mitingu që përmbyllës që zhvilloi gjatë ditës djeshme Partia Demokratike dhe Koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore, duke ftuar qytetarët që në 11 maj të votojnë për ndryshimin. Këto në fakt kanë çuar edhe në një reagim nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili ka kërkuar në mënyrë urgjente nga të gjithë subjektet politike, por jo vetëm edhe kandidatët, të respektojnë kodin zgjedhor për shkak se dita e sotme është heshtje zgjedhore. Sa kaq ka pasur dhe denoncime të tjera për një prej le themi që pati Partia Socialiste për të shtryrë në disa prej qendrave të votimit në qarkun e Vlorës për shkak të evenimentit ndërkombëtar ciklistik të Giro d'Italias. Partia Demokratike ka cilësuar këtë si një shkelje të ligjit dhe si një manovër tentativ nga ana e majorancës për le themi për të ndërhyrë në procesin elektoral. Sapo ka përfunduar në fakt edhe takimi i shtabit elektoral, ku duket edhe zoti Kris Lasivita të dalë. Operatori mund të na ndihmojë me pamjet. Një takim ky që ka zgjatur le të themi rreth 30 minuta, zoti Kris Lasivita, Fatmir Mediu, disa prej përfaqësuesve të Partisë Demokratike, por dhe shtabi i ngushtë i zotit Kris Lasivita, një takim ky që sapo ka përfunduar. Këto janë disa le të themi disa prej zhvillimeve të Partisë Demokratike gjatë ditës sotme, megjithëse më duhet të them se ka pasur edhe drejtues politik të kësaj force politike, të cilët kanë bërë denoncime për manipulim procesit elektoral në qarqet ku ata kandidojnë dhe drejtojnë. Dhe fundit shumë shkurt, kur voton Berisha nesër, Juna? Zoti Berisha do të votojë gjithmonë në qendrën e tij të votimit në shkollën Kosova rreth orës 10. Rreth orës 10, mirë, dakor. Përshëndes dhe falenderoj. Ishim me Judith Shuaipin nga PD-ja.